Edison, një tjetër person është arrestuar në kuadër të operacionit të SPAK të zhvilluar këtë të shtunë në Vlorë ku godit grupi i Ines Hajrullës. Cili ishte reagimi juaj kundrejt kësaj situate? Sigurisht që prokuria e posaçme këtë të shtunë ka goditur një grup të fuqishëm sa i takon edhe krimeve të rënda të ndodhura ndër vite, por edhe të reflektuar ditët e sotme. Bëhet fjalë për grupin e Ines Hajrullës, i cili është një grup i nisur prej një tjetër, më themi antari të fuqishëm të zonës së Vlorës, Edison Hariza, ose të njohur si Edison Faqetjeguri, dhe më pas të trashëguar nga Ines Hajrulla, një grup për të cilën kishte në fokus të saj vrasjet me pagesë, por edhe trafikun e lëndëve narkotike. Sipas të raportimeve në media, u arrestua një efektiv në Vlorë dhe një ish punonjës policie në Zvicër. Të dy këto të dyshuar si antar të grupit kriminal të Hajrullës. Çfarë mund na thoni për aksionin? Cili ishte fokusi i aksionit të sotëm mes SPAK dhe forcave Renea? Po, në fakt është të vërtetë ashtu siç në çdo grup kriminal ku ka të tillë veprime në kuadër të këtij organizate, mund të them kriminale, ishin edhe dy punonjës policie, njëri ish punonjës dhe tjetri aktualisht punonjës në drejtorinë vendore të policisë të Kukësit. Bëhet fjalë për Rezart Kuçin, për të cilën policia thotë dhe hetimet e prokurisë posaçme treguan se përveç përdorimit të detyrës, ata akuzohen edhe për trafik të lëndëve narkotike, për shkak se ka dyshime se kanë vepruar së bashku edhe me punonjësin tjetër të ndaluar në Zvicër, ish punonjës policie, dhe së bashku me grupin e fjalë kanë vepruar në dhënien apo në marrjen informacioneve të ndryshme të cilat i shërbenin grupit kriminal për trafikun e lëndëve narkotike, por jo vetëm kaq, por ato jepnin dhe merrnin informacione të klasifikuara sa i takon goditjes së rivalëve të Ines Hajrullës, pra në dhënien e informacioneve, në dhënien dhe ndërhyrje në sistemin TIMS apo në dhënien të tjera të informacioneve të klasifikuara për të cilën grupi kriminal i përdorte pikërisht për të dhënë në jetë planin e tyre të ekzekutimit të kundërshtarëve të mundshëm të cilët ishin futur në tregtinë e drogës apo atyre kundërshtarëve për të cilën ishin bërë pengesë sa i takon këtij aktiviteti të paligjshëm. SPAK zbardhi edhe vrasjen e Bledar Birçaj dhe Gentian Çarrit që tronditën Vlorën. Si arriti të zbardhej ngjarja dhe çfarë thuhet për autorët? Po, në fakt janë dy ngjarje të cilat kanë ndodhur vetë në harkun kohor të një muaji të vitit 2021. Dy persona janë ekzekutuar, njëri në shkurt, tjetri në muajin e mars. Gentian Çarri u vra teksa lëvizte i qeti vetëm në rrugët e Vlorës, në afërsitë e banesës së tij, ku personat pa identifikuar e qelluan me nga një automjet i cili ishte në lëvizje, një Toyota Yaris, që më pas rezultoi që të ishte mjeti autorëve që u toq në pyllin e sodës në Vlorë. Ky person, Çarri, rezulton të jetë një person me shkuar kriminale kryesisht në trafikun e lëndëve narkotike, dhe po ashtu dhe Bledar Birçaj, personi tjetër që u ekzekutua një muaj pas Çarrit, ishte po ashtu person me rekorde kriminale që kryesisht jetonte në Spanjë, por aktiviteti ishte trafikimi i lëndëve narkotike. Dhe duke ditur edhe tipologjinë e grupit kriminal të goditur së fundi nga prokuria e posaçme, ajo e trafikut të lëndëve narkotike, siç duket për dy persona ishin kthyer pengesë edhe për grupin e Ines Hajrullës në rrugët të paligjshme të trafikut të drogës. Madje ka informacione se ato kishin ndërhyrë dhe kishin marrë edhe ngarkesa të shumta të cilat vinin nga Ekuadori dhe më pas qëndronin në portet më kryesore tek Europës dhe kishin indicie për marrje apo vjedhje apo mund të themi grabitje të lëndës narkotike, që ka shtyu edhe grupin në fjalë të kryente vrasjet të cilat ndodhen në vitin 2021. Edison, sipas burimeve janë zbardhur episode të trafikut të drogës në Gjermania dhe Holanda. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Po, janë zbardhur disa episode të trafikut të lëndëve narkotike me Gjermaninë, me Hollandën, rreth 700 kg në Gjermani, 500 të tjera edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Belgjikë, po ashtu edhe në Greqi, pra në disa portet më kryesore
të vendit, grupi në fjalë kishte shtrirë të ndakulat me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike nga kokaina deri tek lëndët e tjera narkotike. Bëhet fjalë për disa episode të cilët më pas janë zbuluar dhe nga komunikimet në rrjetet e inkriptuara Sky SEC, të cilët mundsuan dhe provuan ekzistencën dhe dyshimin arsyeshëm që grupi në fjalë kishte krijuar lidhje të ngushta me shtetas të tjerë të huaj dhe shqiptar, të cilët jetonin pranë zonës origjinës të tregtimit të kokainës dhe nëpërmjet tyre mundsonin edhe sjelljen e drogës në portet kryesore, siç është porti i Gjermanisë apo edhe në Hamburg konkretisht, edhe në portet të cilët janë edhe pikat kufitare më të rëndësishme për trafikun e lëndëve narkotike, në Belgjik, në portin Antwerpit dhe si edhe në Greqi në portin e Pireut, të cilët ishin, më themi, portat hyrëse që grupi në fjalë kishte, më themi, kishte hyrje apo kishte krijuar kushtet për cilën e lehtësonte metodën e hyrjes apo daljes së lëndës narkotike. Deri më tani, a kemi një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme? Jo, në fakt deri tani ende nuk ka një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme, është një operacion ende në vijim për shkak se shumë prej masave të sigurisë të lëshuara nuk janë ekzekutuar, është ekzekutuar vetëm një që ndodhet në masën e arrestit në burg Florian Plaku dhe një person tjetër që është punonjës i policisë Rezart Kuçi, për shkak se personat e tjerë rezultojnë të jenë jashtë Republikës së Shqipërisë, të ndaluar në disa vende, ndërsa personat e cilët mendoheshin që ishin në Vlorë, që u bë dhe rrethimi i pallatit të famshëm në ujin e ftohtë me autoblinda dhe me dron, nuk rezultoi të ishte efikas për shkak se dy personat, Ines Herulla dhe Ervis Matodashaj, nuk u gjetën në ambientin ku ato frekuentonin pothuajse çdo ditë. Dy vrasje në 3 muaj, drogë dhe armë. Si ka mundësi që u dekorua drejtuesi i policisë Rezart Kuçi i lidhur me grupin e Ines Herullës? Në fakt, Rezart Kuçi në kohën e kryerjes së veprës penale rezulton të ketë qenë shef krimeve në komisariatin e Vlorës dhe sigurisht kjo afërsi edhe me ngjarje kriminale, por edhe me persona me rekorde kriminale si duket e ka intriguar për të futur këtij biznesi apo për të futur kësaj rruge me qëllim për të ndihmuar një grup kriminal në qytetin e Vlorës me qëllim që të kishte edhe përfitime monetare apo përfitime të tjera të cilët mund të ishin edhe ngritje në detyrë apo edhe dekorata të ndryshme të cilët i jepeshin për Rezart Kuçin. Ka qenë gjitha veprimet që janë kryer në këtë kuadër të këtij grupi kriminal, dyshohet që i ka kryer pikërisht për llogari të interesave financiare, pavarësisht se s'pak po heton ende se si është indoktrinuar në këtë grup kriminal, nëse ka pasur lidhje më të hershme apo i ka mbajtur sërish kontaktet me grupin e Ines Herullës, për cilën edhe pse nuk ishte në komisariatin e Vlorës dhe në disa detyra të rëndësishme si shef i krimeve në komisariatin numër 1 apo shef i policisë shkencore në drejtorinë vendore të policisë Kukësit, mund të kenë ndihmuar në dhënien e informacioneve që i ka shërbyr grupit kriminal për gjetjen e kundërshtarëve. Edison, shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit.